Unë vi prej Suedis. Kanë qenë pak vështira me veç tash jo, se atëherë në fillim nuk kemi mujtë me ardhur me vizitu familjar tash po. Po mentaliteti ka qenë qashtu. Me tash jo në kohët e fundit jo, unë për veti s'boj dallime. Se të tani kam fëmijë, si vajza, si djalë. Mbështetjen më të madhe për i bashkëshortit, veç për fat keq ai sjetën, me luftu për drejtat e veta, të gjitha gratë, se njëjtë si gruaja, si burri njëjtë. Si je? Mirë, jo? Si po kalon? Mirë. Ç'është ma ke disponimin? Mirë shumë. Mirë po dukesh. Po. Në kajtë na vjen? Unë vi prej Suedis. Në Suedi jeton. Po. Sa vite jeton në Suedi? Që 30 vjet. 30 vite. Ç'është kanë qenë 30 vite për ty? Kanë qenë pak vështira me veç tash jo, se atëherë në fillim nuk kemi mujtë me ardhur me vizitu familjar tash po. Cila ka qenë koha më e vështirë për ty? Ka qenë koha kur kemi shkuar atje. Që vitet e para. Atë kohë që ka qenë ai periudhë për ty? Ka qenë pak e vështirë me kalimin e kohës jemi adaptu. Sot që je atje a thu, e bje pishman që jeton atje? Po, po. Për çka? Se si vend Indja jote s'ka kërkon. Ju mungon vendindja? Na? Ju mungon vendindja? Po, na mungon veç që vim ka disa herë në vjetë e vizitojmë. Tani keni këtu? Këtu i kam motrat edhe vllaznin. Prindaj ki? Jo, Njët? jo, për fat keq jo. Po, A është sot ma ndryshe kur të vjen kur si ki prind? pak ma ndrysh është. Kur si ki prind veç apet mirë. Si ki familjar tjerë. Fëmija kem fal? Po, i kam 3. E 2 djemë një vajzë. Vajtë në vaske për hasret. Po. Qëra është si për hasret që ki? Mirë, mirë është. A pa ndalime në fëmi? Jo. Jo, të gjithë janë njëjtë për mu. Që shumica e prindëve pojnë ndalime të fëmijët? Po, mentaliteti ka qenë qashtu. Me tash jo në kohët e fundit jo, unë për veti s'boj dallime. Se të tani kam fëmijë, si vajza, si djalë. A është kjo e mirë me bo dallime në fëmi? Por na? A është kjo e mirë me bo Jo, dallime? jo, nuk është. Për mu, unë e menoj që s'është. Mbështetjen më të madhe, prej kujt e ki pas në jetën tënde? Mbështetjen më të madhe Prej kujt e ki pas në jetën tënde? për i bashkëshortit, veç për fat keq ai sjetën. Cila ka në mbështetja që ty të ka dhënë në gjithë jetës tënde? Po, liria im ka në lirë për çdo gjë. Me shku, me dalë, me krejt. E lirë, s'kom pas pengesa kur gjë. Jo të gjitha gratë kanë pas këtë liri që ki. Jo, se kam pas vëllat gjitha. Kanë qenë burat më të vështirë, më ndryshe më herët, kanë qenë ko... Kanë qenë, aty kam pa mos dije, se ka mungu e dija atyne. Në çfarë aspekti? Po, për shembull atëherë nuk e pas as telefon, as televizion, as kur gjë. S'kam pas me kujt me mësu atë sene. Kur si ka spjegu. Tash, pas këtë kujtime shumë të mira e bashkëshortin, po ndonjë peng që ju ka mbet. S'po di vëllai. Keni ndonjë peng që ka mbet merak? Sa keni që? Për momentin jo. Shumë. Kishe dash me këtë kohën edhe njëherë pas. Për disa sene po, për disa jo. Për cila? Për shembull, me kthim brapsht për mos me dalë jashtë me shkollë, po me investu në vendin tonë me atë. Për çata e kisha kthy edhe i kisha lutë të gjithë mësve. Po nga fëmiria, atë mungon diçka. Po, s'po di. Po, si mbas kushteve të na i kena pas atë, po kanë pas të ta njëjta. S'ka pas dallim ato që dikush ma shumë e pak e qashtu. Po në fund, gjithë grave, një mesazh, një këshill mja dhënë. Të gjitha grave, me luftu për drejtat e veta, të gjitha gratë, se njëjtë si gruaja, si burri njëjtë, do të mu konsideru.
A I ka një grua jashtë drejtat që shikon Kosovë, ma ndryshe atje? A bani krasi? Jo, aty ku jetojone, ma merr mendja se I kanë të gjitha drejtat, po edhe këtë siesin mongo I kanë. Çka kajnë ma shumë një grua atje? Për shembull. Me këshyrë në përgjithësi, për kohën e fundit njëjtë valla. Vendosin vetë, dalin vetë, s'janë të varën e pe kërkojna. Kuroj, pushime sa më të mira, në Kosovë. Derit? Krasi që takom. Faleminderit. Shëndet, faleminderit shumë.